Përshëndetje shikues të TV Prizrenit, në fillim ju informoj me ngjarjet më të rëndësishme të ditës së sotme. Mesazhi i kreut të Këshillit të Bashkësisë Islame së Prizrenit Valon Efendiu me rastin e festës së Fitër Bajramit. U mbajt kryes diskutimi për fuqizimin e të rinjëve në Prizren. Rëshqitje dheu në Leskovec, komuna e Prizrenit merr masa urgjente. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Nga viti i ri 2025 me Izoblok të ri 25-shë. Ndërto me prodhime vendore. Të shtunën me rastin e përfundimit të muajit të Ramazanit dhe festën e Fitër Bajramit, Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren Valon Ibrahimi ka përquar mesazhe urime për të gjithë besimtarët. Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra, sonte besimtarët muslimanun mbyllin agjerimin e muajit të bekuar të Ramazanit, gjatë të cilit me përkushtim, bindje dhe devotshmëri kryen një ndër kushtet kryesore të besimit islam. Agjerimi i muajit të Ramazanit është ibadet të cilin besimtari e kryen vetëm për hir të Zotit xhallashanuhu, për të arritur kënaqësinë e tij dhe i bindur se ai do ta shpërblejë atë. Gjatë një muaji të tërë, si asnjëherë më parë, ishim së bashku në adhurime, falje e lutje, drejtuar Zotit të Madhërisëm. Ishim së bashku në iftare dhe syfyre, vizituam familjar dhe miq, treguam humanizëm, mbështetje, respekt dhe dashuri ndaj njëri tjetrit. Vëllezër dhe motra, Ramazanin po e përcjellim të lumtur që Allahu xhallashanuhu na mundsoi të përjetojmë dhuntit e tij. Andaj krenar dhe faqebardh që festojmë festën e Fitër Bajramit me familjet tona. Fitër Bajrami na vjen pas një muaji për plot sakrificë, dashuri, zemërgjerësi dhe afërsi me njëri tjetrin. Andaj shpresojmë tek i madhi Zot xhallashanuhu të gjitha adhurimet që i kemi bërë në drejtim të tij të na i pranojë neve. Dhuntit, mësimet, porosit e muajit të bekuar të Ramazanit duhet të na shoqërojnë edhe në muajt vejus pas muajit bekuar të Ramazanit, duke mos e ndal në asnjë rrethan adhurimet tona për Zotin xhallashanuhu. Të nderuar besimtar, vëllezër dhe motra, në këtë natë të madhe, në vigjilje të festës së Fitër Bajramit, lutim Zotin e Madhërisëm për mirësi, begati, paqe dhe harmoni, larg grindjeve dhe konflikteve, egove dhe pasioneve tona. Andaj, në emër të Këshillit të Bashkësisë Islame të Prizrenit dhe në emrin tim personal, ju dëshirojmë lumturi, dashuri, paqe, harmoni, mirëqenie dhe rahati të gjithë juve. Festa e Fitër Bajramit let na sjell tek ne në familjet tona ngrohtësi, dashuri, harmoni e lumturi. Zoti na i pranoft të gjitha adhurimet që i kemi bërë në drejtim të tij. Me fat ju qoftë festa e Fitër Bajramit. Edhe Miftiu i Kosovës Naim Tërnava ka uruar të gjithë besimtarët për festën e Fitër Bajramit. Tërnava ka deklaruar se tani është momenti kyç për të kërkuar paqe dhe lumturi për vete. Të nderuar vëllezër e motra, të dashur qytetar. Vetëm edhe pak orë na ndajnë nga festimi i Fitër Bajramit. Andaj kam kënaqësinë që sot në emër të Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, institucioneve të saj dhe në emrin tim personal, që drejtohem me përgëzime dhe urimet më të mira, me bindje dhe shpresë që Bajramin ta ndjejmë, ta presim e ta përjetojmë shpirtërisht me gëzime për kushtim në ambientet tona të ngrohta, familjare dhe shoqërore. Që sonte kur kemi natën e Bajramit, besimtarët muslimanë hyjnë në atmosferën e festës së Fitër Bajramit, të gëzuar me plot të drejtë se kanë kryer një ndër urdhrat e Zotit të Madhëruar, agjerimin e muajit Ramazan, ibadet ky që bëhet vetëm për Zotin e gjithësisë.
vëllezër dhe motra, ceremonia e Fitër Bajramit është moment që bashkon besimtarët në faljen e namazit të Bajramit, që shënon njëkohësisht momentin më të rëndësishëm të kësaj feste, për të vijuar më pas me urimet dhe përgëzimet më të mira, e më të sinqerta, si dhe me përqafimet e ngrohta, si për asnjë moment tjetër me familjarët, fëmijët, parefisin, shoqërinë, e për të shijuar më pas aromën dhe nimetet e festës rreth sofrës së Bajramit me më të dashurit tanë. Zoti i Madhërisëm thot: ka shpëtuar ai që është pastruar, që e përmend emrin e Zotit të vet dhe që fal namaz. Kjo festë e bekuar, e cila në formën më të mirë përçon porosi dhe mesazhe për paqen, harmoninë, dashurinë, mirësinë dhe gëzimin për besimtarët, është një dhuratë prej Zotit për përkushtimin, devotshmërinë dhe adhurimin e shtuar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Për një muaj me radhë, agjërimi mbushi zemrën dhe shpirtrat tanë me një ndjenjë të veçantë paqeje, qetësie, e pse jo edhe krenarie. Andaj festa e Fitër Bajramit është mundësi për të shprehur mirënjohjen dhe gëzimin për arritjen e pastrimit shpirtëror, që është shoqëruar me sakrificë, përkushtim dhe devocion. Fitër Bajrami është festë përbashkuese për muslimanët në mbar botën. Festë që simbolizon triumfin shpirtëror, moment gëzimi dhe reflektimi, që shpreh faljen, mirësinë dhe bashkimin familjar e shoqëror. Vlera këto që i japin kuptim të thellë social dhe shoqëror, e gjithsesi edhe shpirtëror, kësaj feste kaq madhështore. Fitër Bajrami sjell gëzim e hare në familjet tona, nga se është moment që e bashkon atë, ripërtrin lidhjet familjare dhe shoqërore, kultivon paqen, mirëkuptimin, solidaritetin, dashurinë, respektin për tjetrin, si dhe kultivon vëllazërinë dhe harmoninë mes nesh. Të dashur vëllezër dhe motra, gjatë festës së Bajramit zemrat bashkohen në miqësi, njerëzit bashkohen pas ndarjes, duke u përkujdesur që gëzimi për festën e Bajramit të arrijë në çdo shtëpi, si dhe të shpërndahet bekimi i Zotit Gjellëshanuhu në për çdo familje. Fëmijët kanë një peshë e kujdes të veçantë në festën e Fitër Bajramit, nga se kjo festë është një mundësi e shkëlqyer për t'ju mësuar atyre vlerat universale dhe porositë fisnike hyjnore të Fitër Bajramit. Duhet kujdes i veçantë për fëmijët tanë që ta përjetojnë festën e Bajramit, t'i vizitojnë xhami, me ne, t'i shijojnë dhuratat e veçanta, të marrin mesazhe urruese dhe të jenë pjesë e pritjeve dhe vizitave të familjet, miqësia dhe farefisi që realizohen për Bajram. Në këtë mënyrë, fëmijët tanë shijojnë festen, mësojnë traditën tonë pozitive dhe ruajnë kujtime më të bukura nga fëmijëria për këtë festë. Vëllezër dhe motra, festa e Fitër Bajramit e popullit në vazhdimsi ka pasur një rëndësi dhe vlerë të posaçme. Është festë më popullore dhe më me ndikim në shoqërinë tonë. Si në të kaluarën, ashtu edhe tash. Populli ynë e feston Bajramin me shumë gëzim dhe nderim, duke ruajtur traditat dhe duke theksuar vlerat e solidaritetit, respektit dhe mirësisë. Duke pasur parasysh se namazi i Bajramit është një mundësi reale për të shprehur falënderimin për mundësinë që na e dhuroi Zoti për agjërimin e këtij muaji të bekuar, është momenti kyç për të kërkuar dhe reflektuar paqe dhe lumturi për veten, familjen dhe për besimtarët mbar, nga se kjo është një formë e thellë e lidhjes shpirtërore me Zotin dhe një shenjë e besimit të vazhdueshëm në Zotin një. Urime festa e Fitër Bajramit për të gjithë besimtarët tanë, kudo që ata gjenden. Dhënia e perspektivave të mësimdhënësve dhe psikologëve të shkollave të mesme, mbi fuqizimin e të rinjve dhe rritjen e kapaciteteve të këshillave të nxënësve, ka qenë temë një tryeze diskutimi në Prizren që është mbajtur nga Këshilli Rinor Kosovar. Në kuadër të projektit edukimit gjithëpërfshirës për komunitetet paqësore, Këshilli Rinor Kosovar mblodhi në një tryezë diskutimi mësimdhënës, psikolog dhe nxënës të shkollave të mesme në komunën e Prizrenit, me qëllim adresimin e problemeve që kanë të bëjnë me fuqizimin e të rinjve, si dhe rritjen e kapaciteteve të Këshillit të nxënësve në këtë komunë. Nardi Gjata nga Këshilli Rinor Kosovar tregoi më shumë detaje lidhur me projektin në fjalë. Kjo është një
iniciativë që po mendojmë që mundna me kriju diçka qëndrueshme. Na jemi të punu ngësht prej shtatorit me Këshillin e Nxënësave edhe në shkolla të mesme të larta, apo edhe nivel komunal. Këshilli i Nxënësave nivel komunal është një grup jo formal që themelohet prej gjitha shkollave të mesme dhe krijohet një grup e 5 anëtarëve që merren me problemet e rinisë dhe arsimit në komunën e juaj. Fatmirësisht se kemi edhe pjesë e takimit tonë në Drenisin, cili është kryetari i Këshillit të Nxënësave të komunës së Prizrenit, dhe bashkë me ta jemi të organizu një iniciativë përbashkë, ku fatmirësisht tash e kemi mundësinë që edhe këta 3 me i financu në vlerë 2.000 euro, dhe besoj që edhe institucionet tjera kanë me na mbështet për me shty diçka përpara çka këta i preokupon. Tutje gjata theksoi se gjatë diskutimeve të realizuara me Këshillin e Nxënësve, kanë gjetur se një ndër problemet kryesore në shkollat e komunës së Prizrenit është edhe keq monitorimi i politikave për përfaqësimin etnik të nxënësve në këto institucione arsimore. Një problem që na ka dalë në diskutime që ka qenë më i madh dhe ai ka qenë raporti ndëretnik në shkolla. Prizreni është njëna prej komunave pothuajse të vetme që ka një diversitet më të madh kulturor edhe etnik, edhe sipas gjitha gjasave këtu bashkëpunimi i nxënësave mes veti me komunitete tjera na ka dalë një problem i madh. Po jo veç i nxënësave, po komplet klimat në shkollë edhe në qytet ndihet një farë, përveç është e vërtet ka mirëkuptim edhe paqen mes këtij komuniteti, po prapë mes trive pevrejmë që ekziston një tension që po mendojmë që mundna me adresu. Në vazhdim, teksa u prezantua një raport mbi monitorimin e politikave për përfaqësimin etnik në shkolla, edhe të pranishmit dhe në këndvështrimet e tyre lidhur me këtë çështje. Projekti i edukimit gjithëpërfshirës për komunitetet paqësore financohet nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin IOM, UNICEF dhe Fondi për ndërtimin e paqes në Kosovë. Pas rëshqitjes së dheut në Leskovec, kryetari i Prizrenit Shaqir Totaj ka thirrë një takim urgjent me zyrtar të institucioneve dhe banor të këtij lokaliteti. Kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj ka zhvilluar një takim urgjent me përfaqësuesin e familjeve të prekura nga rëshqitja e dheut në një lagje në fshatin Leskovec. Situata është kritike dhe po e ndjekim me përkushtim të madh për të garantuar sigurinë e qytetarëve tanë. Pas inspektimeve në teren dhe vlerësimeve nga ekspertët, është konstatuar se rëshqitja e dheut është aktive dhe paraqet rrezik serioz për disa shtëpi dhe jetën e banorëve. Në disa zona është faqur qarje dhe zhvendosje tokës deri në 1.5 metra thellësi dhe mbi 50 metra gjatësi. Në këtë drejtim, komuna e Prizrenit ka marrë masa të menjëhershme për të garantuar sigurinë dhe mbështetjen e familjeve të prekura, ku do të bëhet evakuimi menjëhershëm i banorëve nga shtëpitë e rrezikuara, sigurimi i banesave të përkohshme dhe të sigurta për këta qytetar, mbulimi i qiras për familjet e evakuara deri në zgjidhjen e përhershme të problemit. Komuna e Prizrenit do të vazhdojë të punojë me përkushtim për të ofruar një zgjidhje të qëndrueshme për këtë situatë. Siguria e qytetarëve tanë është prioriteti ynë dhe përgjithësia e përbashkët, thuhet në njoftimin e komunës. E shikues të nderuar, para se të mbyllim këtë edicion lajmësh, ju njoftojmë se ka ndëruar jetë në moshën 75 vjeçare veprimtari çështjes kombëtare, antari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, përgjegjësi i logjistikës në batalionin e UÇK-s në Kabash, ish nënkryetari i LDK-s në Prizren dhe ish deputeti profesor Qazim Kabashi. Kryetari i LDK-s në Prizren, Driton Selmanaj, me rastin e ndarjes nga jeta, ka dërguar telegram ngushëllimi familjes së veprimtarit të ndjer profesor Qazim Kabashi. Zotri Kabashi do të kujtohet gjithmonë për virtytet e tij dhe punën profesionale që ka bërë ndër vite në shërbim të qytetarëve dhe shtetit të Kosovës, ka shkruar ndër të tjerash Selmanaj. Kryeministri Albin Kurti priti mbrëmë në takim ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves. Roli i rëndësishëm i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor, rëndësia e afërsimit dhe thellimit të mëtejmë të marrëdhënieve dypalshe dhe rritja e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, si dhe hapa drejt formimit të qeverisë pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, ishte ndër temat e diskutimit, njofton zyra e kryeministrit.
Ambasadori Hargreaves e uroi kryeministrin për njohjen nga shteti i Kenjas, ndërka Shkurti e falenderoi ambasadorin Hargreaves për mbështetjen e vazhdueshme të Mbretërisë së Bashkuar dhe bashkëpunimin e ngushtë, thuhet në njoftim. E para e shtetit Vjosa Osmani ka kujtuar masakrën e Belegut, ku 26 vjet më parë forcat gjenocidale të Serbisë vranë 46 shqiptar. Osmani në një postim në Facebook shkruan se një qerek shekulli më parë, në oborin e një shtëpie në Beleg të Deshanit, forcat policore, ushtarake dhe paramilitare të regjimit gjenocidal të Serbisë ndan burrat dhe të miturit nga gratë dhe më pas ekzekutuan e masakruan 46 shqiptar. Kjo ishte një nga masakrat më të mëdha të kryera nga forcat paramilitare serbe, të cilat në vitin 1999 nisën një ofensiv të egër ndaj popullatës civile. Edhe sot, pas kaq vitesh, fati i disa banorëve të zhdukur me dhunë nuk është zbardhur, ndaj plagët mbeten të hapura për familjet dhe për të gjithë Kosovën. Drejtësia mbetet borxh ndaj atyre dhe ndaj historisë sonë, shkruan Osmani. Në një kohë kur shumë njohës së rrethanave politike vlerësojnë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka humbur drejtimin dhe është klinikisht i vdekur, shefi i zyrës së BE-s në Kosovë, Aivo Orav, ka një qëndrim ndryshe. Ambasadori Orav ka theksuar se dialogu nuk mund të cilësohet si i vdekur pavarësisht sfidave dhe ngërçeve që ka hasur ndër vite. Në një mënyrë nuk është as klinikisht as ndryshe i vdekur. Ky është një hap i rëndësishëm apo më saktë një proces midis Serbisë dhe Kosovës, i cili ka filluar që në vitin 2013 në lehtësimin e Bashkimit Evropian, atë botë të zonjës Ashton. Ai ka vazhduar, po me disa momente më pozitive, ndoshta edhe me momente negative, por që të thuhet që është klinikisht i vdekur asesi. Dialogu është fort gjallë, e ndër shembujt më të mirë të kësaj është Peter Sorensen, që ishte këtu si dhe që do të vijë prap, si dhe në udhëheqjen e përfaqësueses së lartë Kaja Kallas, që shpresoi se do të vijë edhe ajo së shpejti besoj, tha Orav. Mesazhi i kreut të Këshillit të Bashkësisë Islame së Prizrenit Valon Efendiu me rastin e festës së Fitër Bajramit. U mbajt ryes diskutimi për fuqizimin e të rinjëve në Prizren. Rëshqitje dheu në Leskovec, komuna e Prizrenit merr masa urgjente. E shikues të ndëruar, në përmjet këtij edicioni lajmësh, frytëzoj rastin të uroj festën e Fitër Bajramit në emër të televizionit të Prizrenit, nga unë Natën e Mirë.